Krerët e tre misioneve të vëzhguesve të OSBE-s, Këshillit të Evropës dhe Asamblesë Parlamentare të OSBE-s nëpërmjet një deklarate të përbashkët i bëjnë thirrje liderëve politik të shfrytëzojnë këto ditë që kanë mbetur në një mënyrë sa më konstruktive që procesi zgjedhor të mos ketë pengesa. Në këtë deklaratë thuhet se ne i bëjmë thirrje anëtarëve të KQZ-s të marrin përsipër pavonesë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre për një proces elektoral të qetë. Institucioni i administrimit të zgjedhjeve duhet të funksionojë ndarë nga politika duke garantuar se vullneti demokratik i votuesve të respektohet nga të gjitha forcat politike dhe të implementohet nga autoritetet. Gjithashtu në këtë deklaratë në prag të zgjedhjeve parlamentare që do të zhvillohen të dielën, theksohet se kundërshtarët ligjor nuk duhet të pengojnë në punën e vështirë e kritike të institucioneve demokratike. Deklarata është e publikuar sot 2 ditë para zgjedhjeve të 23 qershorit në faqen zyrtare të Asamblesë Parlamentare të OSBE-s. Deklarata është firmosur nga Roberto Battelli, kreu i misionit vëzhgues afatshkurtër të OSBE-s, Soares, kreu i delegacionit të Asamblesë Parlamentare të OSBE-s dhe Volonté, kreu i delegacionit vëzhgues të Këshillit të Evropës.